Pas barazimit 2-2 në Rogozhin ndaj Egnatias, Vllaznia ndan tashmë kreun e tabelës me Elbasanin, duke konfirmuar sidoqoftë formën e mirë që po kalon në këtë edicion të A-Bisnet Superiore. Ish-kapiteni i kuqebluve Astrid Premçi ka vlerësuar grupin aktual si skuadrën më të mirë të viteve të fundit, duke theksuar ekuilibrin mes përvojës dhe energjisë së re që po e bën Vllaznin pretendente serioze për titull. Mendoj se Vllaznia si mjetme është një ndër ekipet më të mira në 5-6 vjet. Dhe si mjet duhet të kenë pretendimin me dalë kampion, se vetë Brumi që ka skuadra, është skuadër që ka shumë pretendime dhe normalisht të pas shumë pretendime dhe Shkoda të prit shumë të kjo skuadër, mendoj që ata duhet bëjnë maksimumin si mjet të jenë kampione. Megjithatë, Premçi apelon për kujdes se vlerësim maksimal ndaj çdo kundërshtari, duke theksuar se ndeshja nuk mbyllet derisa të bjerë vërshëllimi i fundit të arbitrit, një mesazh ai e shet të vlefshëm edhe për sfidën e radhës ndaj Dinamos. Ndeshja fitohet kur bjen mbyllje dhe kur marrin kret loja. Kjo mund mendoj unë që mund të jenë edhe nuk e di ajo stepja e minutave të fundit, këtë e din më mirë ata që janë brenda. Unë prej jashtë nuk arri me e kuptu, por besoj që në ndeshje tjera duhet ta ketë qartë që ndeshja marron atëherë kur bjen mbyllje, jo kur mendon ti si sportist. Të pas parasysh që edhe Dinamoja ka skuadër të mirë dhe Dinamoja ka pretendimet ashtu si ka Vllaznia për të dalë kampion. Mendoj që do të jetë një ndeshje që të dy ekipet do të mendojnë për rezultatin më të mirë të mundshëm që janë fitore. Vllaznia duhet të jetë e kujdesshme se Dinamo është ekip që të godet aty kush nuk e merr mendja. Sfida Vllaznia-Dinamo do të luhet këtë shtunë në stadiumin Loro Boriçi, duke nisur nga ora 17, një përballje që pritet të tërheqë vëmendjen e tifozëve kuqeblu dhe të përcaktojë ecurinë në garën për kreun.